Raporti im me kryeshefin ka qenë një raport në frymën e bashkëpunimit, varësisht nga pozita që kemi pas. Unë atë kohë ka qenë menaxher i departamentit në zyrën e prokurimit dhe nuk i kam raportu drejt për drejti. Në atë kohë kam qenë menaxher i departamentit dhe nuk i kam raportuar drejt për drejt zotit Nage Krasniqi. Mirë po, bashkëpunimi ka qenë korrekt në frymën e punëve të përditshme. Lidhur me procedurën e riparimit e padasit lloku 5. A ka ushtruar zoti Krasniqi presion nga juve? Jo, përpos të takimin që kam qenë së bashku me Imer Dragushin, unë nuk kam qenë në takimet që kanë pas. Me Dragush. Po, një takim që... Nuk kam qenë në takime tjera. A mund të nënseroni këtë çështje me urdhër? A është ky urdhër personal? Apo është ndonjë urdhër sipas një procedure prokurimi? Sipas procedurës prokurimit, sipas procedurës prokurimit nuk parashihet urdhër. Po flas nga ajo që kam dëgjuar dhe kam qenë në takim. Po, kam qenë në takimin që kam dëgjuar me zotin kryeshef edhe Ymer. Dhe Imer Dragushin, zyrtarin përgjithës të prokurimit. Kryeshefi ka kërku që të shiqohet mundësia për shkak të afateve që të vazhdohet me procedura për nënshkrim të kontratës, edhe pse komisioni ka rekomanduar për anullim. Zoti Imer Dragusha aty takim ka thonë, unë muj me vazhdu vetëm nëse kam një kërkesë me shkrim nga ana jote apo ndonjë urdhër. Tash kërkesë për shkrim në urdhër. Kam një kërkesë për shkrim nga ana juaj apo ndonjë urdhër. A jeni në një urdhë se si ka vazhduar ky komunikim me zotin Dragusha dhe zotin Krasniqi? Nuk jam shumë në njohuri, atë në takim u diskutu se kryeshefi ka kërku por në takim është diskutuar edhe çështje tjera. Kryeshefi ka kërku çfarë është ajo kërkesë, çfarë është ai urdhër. Dhe zoti Ymer i ka thonë që bashkërisht do të përpiqet. Çfarë është ai urdhër? Dhe zoti Dragusha që unë do të ndihmoj me përpilu. Tekstin e urdhit, e kërkesës të urdhit. Nëse menaxhmenti do të aprovonte rekomandimin e Komisionit të Investicionit, a mendoni që do kishte mundësi që bloku të ristartonte në një vit? Deri njëti konstatet edhe për juve si konstatot që është më larë. Si do që u kanë të neve në përgjigje, po keni parasysh pyetjet që nuk e di që anë ndër për funksionit a i një inxhinier? Jo. Një procedurë dhe prokurimit pra. Po, a mendon që do të fillon të punën Nëse nisë procedurë e re, nuk s'ka pas shansë mu... Nëse ishtë një procedurë e re e prokurimit? Po, nuk ka pas shansë të kryet me... Nëse ishtë një procedurë e re e prokurimit, nuk ka pas shansë të kryet në afatet e parapara. Cili është roli i zyrtarit kryesor administrativ sipas ligjit të prokurimit publik dhe kush duhet të jetë zyrtar kryesor administrativ në një vendimtar?
Unë po pjesë për se ka. Nëse e din për zekana, Nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë. Po flas për ligjë të prokurimit. Gjatë që procesit të nderimit, a ka pas kritere që kanë favorizuar një operator ekonomik? Kritere Që kanë favorizuar? A ti qartë pisa? A Po, pas po. favorizim të operatorit? Kjo dosja të nderit nuk ka qenë e ngarkuar me shumë kritere, shumë pak që nuk ka pas kritere favorizuese. Nuk ka pas. Nuk ka pas. Nga aspekti i prokurimit, dëm nuk ka. Për arsye, po du me elaboru nëse më lejohet. Nuk është bëj asnjë pagesë ndaj kontraktorit. Si dhe nuk është prolongua fati i kthimit punë bllokut për shkak që ky kontraktor Nuk ka pas, nuk ka pas asnjë pagesë. Nuk do ka të është prolonguar afati i kthimit në punë të bllokut me fajin e këtij operatorit për arsye se nuk e ka hap bllokut kallaj. për shkak